U ktheva nga puna, nuk kam drekët të gatshme nga dita e parë. Çfarë do bëj? Do përgatit një fërgesë shpejtë që të ham drekën. Djali u kthye nga shkolla, neve u kthyem nga puna, edhe që kështu duhet të ham diçka shpejt derisa të arrij të gatuaj diçka tjetër më të bollëkshme, siç e themi neve. Tani, siç u thashë, bëra fërgesë. Në fillim hodha qepët edhe specat të skuqen. Derisa të skuqen, unë do përgatit domaten e freskët. Do me thënë do ta grij. Pasi e kam grirë edhe domaten, edhe specat me qepën janë skuqur, do e ta hedh brenda domaten, do ta lë që të skuqen pak bashkë, të gjitha bashkë. Këtu unë po përgatit djathin e bardhë, do t'i hedh djathë, feta do me thënë. Në qoftë se keni giz akoma më mirë, unë nuk i kam këta dyqanet që kanë giz brenda, do me thënë arabët edhe turkët zakonisht kanë. Nuk i kam afër, ndaj e hedh djathë, feta shumë mirë del edhe me djathin. Pasi u skuq domatja me qepën dhe me i hodha vezun, i hodha 2 vezë brenda, nga këto erzat i hodha piper të kuq, i cili nuk është djegës, piper të zi, kripë, pastaja në fund fare djathin, edhe majdanozhin. Dreka është gati, e shpejt e shishme, derisa të përgatitim diçka tjetër. Kështu o njerëz të dashur të bukur, të kaloni bukur dhe ju.